Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit e saj një moment të ëmbël dhe shumë të veçantë familjar, që ka prekur zemrat e fansave të saj. Në një postim në Instagram, moderatorja i njohur shfaqet së bashku me bashkëshortin e saj, këngëtarin e dashur për publikun, Luiz Eili, dhe vajzën e tyre të vogël, Lunën. Të tre ndodhen në një atmosferë të ngrohtë e plot dashuri, duke shijuar një pasdite të qetë në shtëpi. Fytyrat e tyre të qeshura dhe syt plot dashuri kanë bërë që ndjekësit të përmbyten me komente pozitive e urime për këtë familje që tashmë është kthyer në simbol të lumturisë dhe unitetit. Në fotot e publikuara, përveç Kiarës, Luizit dhe Lunas, vëmendjen e kanë marrë edhe dy antarët më të rinj të familjes, dy papagaj të vegjël, të cilët çifti i ka pagzuar me emrat Lulu dhe Luki. Këta zogjë të vegjël e plot ngjyra i japin një ndjesi edhe më të gjallë e gazmore shtëpisë së tyre, ndërsa në disa nga pamjet shihen duke u ulur në supet e Luizit, ndërsa Luna përpiqet t'i prek me duart e saj të vogla e të pafajshme. Është një moment që tregon lidhjen e fortë të kësaj familjeje me natyrën dhe dashurinë për kafshët. Njihuni me Lulu e Luki, antarët më të rinj dhe më të qurmshëm të familjes, ka shkruar me humor Kiara në përshkrimin e postimit, duke treguar anën e saj të ngrohtë dhe shpirtin e gëzuar familjar që e karakterizon. Me njëherë pas publikimit, postimi është bërë viral në rrjetet sociale, duke marrë mira pëlqime dhe komente nga fansa të shumt, të cilët e kanë komplimentuar për mënyrën se si ajo arrin të ruajë thjeshtësinë dhe dashurinë në çdo moment të jetës. Shumë ndjekës kanë komentuar se Kiara dhe Luizi janë shembulli më i bukur i një çifti që e kanë ndërtuar lumturinë mbi respektin dhe bashkëpunimin, ndërsa disa të tjerë kanë vënë re ngjashmërinë e Lunës me të dy prindrit, duke shkruar me humor se ajo ka sytë e Luizit dhe buzëqeshjen e Kiarës. Postimi ka ngrohur rrjetin dhe ka rikujtuar se përtej karrierës dhe famës, ajo që mbetet më e vlefshme është dashuria dhe harmonia brenda familjes. Cheery moment i ëmbël familjar vjen në një periudhë ku Luizi dhe Kiara po duken më të qetë se kur, të fokusuar në rritjen e vajzës së tyre dhe në ndërtimin e një jete të qëndrueshme, larg thashethemeve e presionit mediatik. Me një jetë që ndjek ritmin e dashurisë dhe qetësisë, familja Eili Tito vazhdon të jetë ndër më të dashurat për publikun shqiptar, duke u kthyer në simbol të një dashurie që lindi para kamerave, por që sot po lulëzon në privatësinë e shtëpisë së tyre.